billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderimet, lavdërimet i takojnë Allahut xhalla shanuhu. Atë falenderojmë për ti falje e ndihmë kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të përzemërta si gjithmonë i qojmë dhe duhet t'i qojmë për profetin Muhammed, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të, për familjen e tij të ndershëm, për shokët e tij besnik dhe për gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, Ramazani është një muaj që duhet vlerësuar në mënyrën më frydhënëse të mundshme, si gjatë ditës, ashtu edhe gjatë natës. Një nga rrugët e vlerësimit të tij është edhe që të ndash sa më shumë nga ajo që të ka dhuruar Allahu xhalla shanuhu përsëri për në rrugën e Zotit të madhëruar. Për të mos u penduar më pas, më vonë, muslimani duke u sjell me bujari, pasurinë, mallin të cilin realisht ia ka dhuruar Allahu i madhëruar, duhet ta dhurojë, ta shpenzojë sa është në jetë, sa është vetë në jetë, për kënaqësinë e Zotit xhalla shanuhu në mënyrën më të përshtatshme të mundshme. Zoti i madhëruar thot në Kur'anin famëlar: "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Përpara se ndonjërit për jush t'i vijë, t'i afrojë vdekja dhe të thotë: "O Zoti im, sikur të më jepje edhe pak në kohë që të jepja sadaka e të bëhesha prej të mirëve." Shumica e dietarëve thonë kuptimin nga ky ajet se personi pasi të ndrojë jetë me njëherë pendohet, bëhet pishman, sikur të kisha dhënë më shumë në dynja, sikur të ndihmoja, sikur të isha më bujar, të ndihmoja ata që janë në nevojë, por edhe në vendet më të përshtatshme aty ku mendojmë se zemra do të gjejë qetësinë. Bujar është ai njeri që e ka dorën të lëshuar në dhurata, që ndihmon e dhuron me zemër të hapur në vendet më të rëndësishme ku Zoti i gjithësisë bëhet i kënaqur. Bujaria është një moral i lartë, është një rregull i lartë sipas të cilit njeriu me mundësitë që ka, pa synuar shpërblim tjetër përveç kënaqësisë miratimit të Zotit xhalla shanuhu, udhëron në pastërti e mirësi të plot atyre realisht që kanë nevojë të madhe. Padyshim, ndër treguesit më të fuqishëm të imanit, besimit, është edhe vënia e pasurisë dhe të mirave që Zoti xhalla shanuhu i ka dhënë në atë që njeriu e quan ndoshta gjud, bujari, pra në atë që Zoti xhalla shanuhu bëhet i kënaqur. Po të shohim, jeta e sahabëve është e mbushur nga ky aspekt. Pra kishte sahabë që jepnin më të shtrejtën, më të dhemshmën, vetëm për të pasur imanin, besimin në gradën më të lartë. Të nderuar besimtarë dhe besimtare, të urtët e kanë quajtur bujarin, profesion, mision të dërguarve, të profetëve të Zotit, po në të njëjtën kohë edhe evlijave të dashurve të Zotit. Njeriu që beson se mallrat dhe ngjarjet janë veç një shprehje e emrave dhe cilësive të lartit krijues për të Allahu xhalla shanuhu, dhe njëri prej emrave kryesor është Ar-Razzaq, ai që udhëron rrezikun të gjitha krijesave, dhe e besojnë se përmes këtij emri Zoti i gjithësisë do t'i ushqejë të gjitha krijesat në tokë, ashtu siç thot në Kur'anin famëlar, të ushqyerit e të gjitha gjallësave në faqen e dheut i takon Allahut. Kushdo që ruhet nga lakmia e vërtetës, me siguri që do të jetë fitues, kështu thot Zoti i madhëruar në Kur'anin famëlar. Për të mposhtur lakmin, duhet të jesh bujar, qoftë duke dhuruar shumë, qoftë duke dhuruar pak, qoftë kur je i pasur, qoftë kur je i varfër. Ai që nuk jep në varfëri, edhe nëse do të jetë më vonë i pasur, do ta ketë të vështirë, do të gjejë vështirësinë më të madhe. Profeti Muhammed, paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë mbi të, urdhëronte dhe këshillonte çdo herë shokët e tij që të jepnin. Imagjinoni edhe Bilalin, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, edhe atij i thoshte: "O Bilal, jep nga pasuria, mos ke frikë, sepse Allahu nuk ta pakson atë." Bujaria
realisht është mjeshtri e shpirtit. Ajo i shtyn njerëzit që të dhurojnë atyre që kanë nevojë, që janë në nevojë, i nxit që të zhvillojnë mirësinë, ihsanin në gradën shkallën më të lartë. Ata që veprojnë me mendimin se ai që jep rrezikun, pra pasurinë, është Allahu, i kanë zemrat të pastërta dhe në të njëjtën kohë të pasura. Në Kuranin famëlar, bujaria realisht vendoset në të njëjtin nivel me përpjekjen për në rrugën e Zotit, pra si që shprehin gjihadi. Kurani nxit që prej risku që Allahu xhalleshanu u ka dhuruar njerëzve, këta të mundsojnë edhe robër të tjerë që të përfitojnë nga ajo që Zoti xhalleshanu u ka dhënë. Zemrat në saj të bujarisë pastrohen, sepse pas kufrit dhe nifakut, një ndër shkaqet që njëllosin më së shumti zemrën është dashuria e tepruar për pasurinë dhe dashuria për të lidhur me tepri pas mallit e pronës. Kështu në Kur'anin Fisnik thuhet, dhe pasurinë e doni me tepri. Pikërisht prej kësaj dashurie të tepruar, njeriu mendon me frikë, nëse dhuroj këtë mall, këtë pjesë, ajo do të paksohet. Dhe me njëherë realisht shejtani kalon në veprim, shejtani ju tremb me varfërinë dhe ju urdhëron kooperacinë, kurse Allahu i lartësuar na ka bërë të ditur se malli dhe pasuria për njeriu janë veç një sprovë, dhe kjo sprovë kalohet nëpërmjet bujarisë. Të nderuar besimtar, njeriu bujar, ashtu siç ka thënë profeti i Zotit, është pranë Allahut, pranë xhennetit, pranë njerëzve dhe larg zjarrit të xhehenemit, ndërsa njeriu koprac është larg Allahut, larg xhennetit dhe pranë zjarrit të xhehenemit. Lutim Allahun xhalleshanu të na bëj njerëz bujar me zemër bujare. Lutim Allahun xhalleshanu që në këtë muaj të begat të na i pranoj të gjitha sakrificat, të gjitha ndihmat, të gjitha dhuratat, të gjitha pasuritë që japim për hir të Tij. Lutim Allahun xhalleshanu të na bëj për robërit e Tij të devotshëm, të sinqertë dhe të na shpërblej të gjithë me xhennet. Allahu na lehtësoft dhe na pranoft agjërimin.